Mas kësajna do më thonë e kena problematikën me kalkulatorin. I ki profesorat në vitet të hershme kur zbulu kalkulatore, ka pas protestë ndaj inovacionit. Pse se kanë thonë, qëre, fëmijët tonë nuk kanë me përdor trunin. Ndosh me milion me kry, se pesha që je nisë me fol. E kanë përdorin kalkulatorin, e kanë qitë trunin kloq, edhe nuk janë të menu heq, për kryin do më thonë që atë zide, okej, u kry kalkulatori, erdhë kompjuteri. Do më thonë kompjuteri njëtë të akuza, erdhë internetit njëtë të akuza, erdhë ajajt njëtë të akuza. Do më thonë, unë ja kom nisë më bu një farë historiani i teknologjisë, të e për cilë do më thonë trendin qysh do më thonë ka pas luftim, të ne ka pas adaptim. E shqetësimi jam maj madhë është që mos në qitë periudën kohore so pe luftojmë ma mirë është me gjithë një mënyrë me inkuadru, edhe me thonë, hej, ngëm, qëre, mas miri për ty është, se jenë do tema për shembull, sa do që të dënë edhe të vlerëson ty, ma përpara isha qelë une, si pacient, tash po foli pacient kotë në kotë i emancipum, ma letë e kom mu qelë me një robot se me ty. Se i kom do sene shumë personale, që apet thëm na jena shqiptar nëzehet, të më të spin alkohol, po ka teknik me anonimizua? Po, me anonimizu problemin, jo personin. A i shkon ma efikase nëse unë do më thonë e heke anonimitetin edhe shkoj me kejt me faktuale? A është ma efikase ajo? 5%? Veç edhe një herë që të thuja? Qërë, të më të the që mund është me anonimizu problemin a personin? Përmes trupit, përmes psikoterapisë trupore. Jo, që unë pa fol. Pa fol, okej. Gjithë problemet pa fol. Tash kjo. Kjo është temë tjetër, po. U do të më thirrë edhe në rukëqi. Aspekti pragmatik i zgjidhjes problemit psikologjik, po thonë, domethënë, pa u thellu unë shumë se unë nuk jam profesionist i kësaj, na muhabet po bujna, domethënë le të metet në sozat muhabetit. Unë po mendoj që pragmatizmi i zgjidhjes problemeve është çka bën mjekësia në fund ditës, krejt mjekësia. Domethënë e kshyr një patern, e kshyr paternit shumë thon shep, e kshyr domethënë një modalitet, një rrugtim në probleme që ka ndodhur për javë deri në B, edhe e kshyra mund me repliku. Si të mund me repliku e kupton që është ligj. Domethënë antibiotiku funksionon në qitë problematik, edhe del do më penicilini. Që që është prej, do më është penicilin për këtë punë. Tash, nëse që kjo patern, nëse ti po do më sulmu që ta, sulmo ma penicilinin, sikur se që shpo ma sulmon ChatGPT-n. Ti po më thu, do më thonë, jo, u duft me metoda psikoterapike, me zgjidh problemin e, do më thonë, antibiotikot. Inovacion oke, që shumë del të bëjë saj citate.